tash për momentin dojna me shku me vizitu Kalimthit, vendi ku është bërë lufta e Hendekut. Lufta e Hendekut është bërë në vitin e 5 të Hijretit. Morin vendim jo muslimant në atë kohë për ta sulmu Medinën. Mlidhen Kurejshit e Mekës edhe udhës shkallxojnë njerëz të cilët kanë qenë me një fe, mlidhen edhe vendosin për me ardhë për me sulmu Medinën edhe Muhammedin alayhi salatu wassalam. Po ata normal ata kanë bë niyet me i bë kurth Islamit edhe muslimanëve, po Allahu xhelleshanu pa dyshim se va ka prish kurthat e tyre. Sepse këtë fe Allahu xhelleshanu e ka zbrit edhe këtë fe Allahu xhelleshanu ka me mbrojt. Nuk e kalon dorën e njeriut, po Allahu xhelleshanu vetë thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit këtë Kur'an, këtë Islam, këtë fe edhe ne kena me mbrojt deri ditën e Kiametit. E kur morin ata vendim vitin e 5 të Hijretit për ta sulmu, mlidhën 10.000 veta me sulmu Medinën, edhe Muhammedin alayhi salatu wassalam. E muslimant dalin nga Medinja 3.000 veta. Bashk 1/3 kanë qenë Beni Kurejda, një fis i Jahudive. Se një fis i Jahudive ka qenë këtu Beni Kurejda, në tonë e cila është udhës për në Kuba. Ate kanë qenë një fis nga Jahudit që kanë qenë 3 fisë në Medine. Ato kanë pas marrëveshje kur ka pejgamberi alayhi salatu wassalam që ata mos me tradhtu, mos me bashkëpunu me të huj, me jo muslimant jashtë Medinës edhe me mbrojt Medinën. E pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bërë këtë marrëveshje me Jahudit në Medine. Ato të mbrojnë banorët e Medinës, mos tradhtojnë edhe mos mashtrojnë e kështu me radhë. Ata dalin me pejgamberin alayhis salam për ta mbrojt Medinën, rrugës e thejnë besën. Sikurse në tash e dini si çdo herë, Jahudit e thejnë marrëveshjet e tyre. 1/3 kthehet te vendi ku kanë qenë ata, edhe janë nisin me bashkëpunu me ata jo muslimant Ahzab që kanë ardhur për ta sulmu Medinën. E pejgamberi alayhis salatu wassalam del pi Medinës, tash ku do të shkojmë atje te vendi që është bërë një kanal me mendimin e Selman el Farisiut. E pejgamberi del me burrat, me sahabët për ta mbrojtur Medinën. Është i vetmi vend apo i vetmi do të thonë udhë e cila çon për Medinë, se Medina është e rrepikuar edhe me kodra. E qaj udha ka qenë e vetë me udhë për me hinë Medine. E muslimant rrugë. E muslimant dalin edhe Selman el Farisiu jep një mendim. Edhe thot, o pejgamberi Allahut, është mirë ta bëjmë një hendek. Ta bëjmë një hendek edhe që mes me mujt ata me e kalu hendekun për me ardhur për me hinë Medine. E pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë rast e merr mendimin e këtij sahabijut edhe e bajnë një hendek gjatë, se vetëm që rruga, që pjesë ka qenë pjesa që kanë mujt ata me u fut në Medine. Edhe qatë vend pejgamberi alayhi salatu wasallam e ban atë hendekun, e cila është 2700 metra e gatë, 5 metra e thellë, 9 metra e gjanë, që ata mës me mujt me te i kalu atë hendekun për me ardhur për me hi në Medine. Me kuaj që kanë qenë ata, me deve, kështu me radhë. Edhe ata stacionohen ati para hendekut, para se me hije në Medine, stacionohen edhe në qëndrojnë, thuhet përmi 2 javë. E Allahu xhelleshanu këtë luftën e hendekut, e përmend edhe në Kur'an, edhe surët el Ahzab, edhe e përmend. E Allahu xhelleshanu e çon një do era të forta, do fortuna, që tendat e tyre që kanë qenë ato shatura që kanë pas, në thonë era e fortë va ka qute nalt edhe va ka prish. Edhe Allahu xhelleshanu nga erat e forta që i çon çat kohë,
ja ka nis ata më u dridhe dhe me pas frikë, se kjo s'ka qenë normale për ata, edhe mundohen me zhvillu një luftë, gjujnë ata nga larg ato me shigjeta që kanë qenë, edhe ka pas disa plagosme nga muslimant, një nga ata ka qenë Sad ibn Muadhi, ka qenë Enesi, Abdullah e kështu me radhë, një 4 sahabe plagosën. Edhe përfundon lufta, përfundon kjo betejë pa luftë, do të thonë s'ka pas vrame të shumta. Por frikën Allahu që vazhtin në palcën e tyre, nga erat e fundit, fortunat që ka qenë, edhe ata pas 2-3 jave largohen. E ku largohen, e mrena këtyre 2 jave, Jahudit ja nisin me bu marrëveshje me jo muslimant, me Kurejshit, për ta qelë një kanal, një udhë që ata të vinë me dine për t'i silmu gratë edhe fmit. Se pejgamberi asem kur del ketë me muslimant që ka pas, edhe i le ati vetëm gratë edhe fmit i len me dine. Edhe ata e thejnë marrëveshjen, edhe pejgamberi a.s. nervozohet. Edhe thot që ne bënëm një marrëveshje që me mbrojt me dine, ata e kanë pa që kanë shku me bu marrëveshje me ju muslimant, edhe për me hije, për me sunu Medinën. Pasi përfundon kjo lufta, pasi ata largohen që s'kanë mujt ata me hi, edhe Allahu xhaleshanu vazhtin frikën zemrat e tyre, edhe ata e kuptojnë se kjo diçka për ata ka qenë jo normale, edhe ja nisin me u frikë edhe largohen. Dal nga dal edhe shkojnë kthehen apo vendet e vetën Mekë, e dikush mes Mekës dhe Medinës e kështu me radhë. Edhe pejgamberi alayhi salatu selam mas kësaj, masi e fitojnë, domethënë këtë rast, domethënë vetëm se Medinja mbrohet, edhe nuk kanë pas mundësi ata me hi dhe me i sulmu, edhe pejgamberi alayhi salam shkon edhe rrethkon çatë vendin, çatë lagjën Beni Kurayza, që është udhës prej Medine për në Kuba, çati që kanë qenë Jahudit. Edhe e i rrethkon ata, thua që 25 ditë pejgamberi alayhi salatu selam i rrethkon se nervozohet me ata, edhe ata s'kan mujt as me hi ushqim, as kur gjon. Edhe derisa ata vendosin që gjukohen, po ata lipin me gjuku Sadin, do thonë Sadi me gjuku për ata, se ka qenë njëri tyre. Edhe Sad ibn Muadhi i gjukon ata me ligjin e Teoratit. Edhe ata e pranojnë këtë gjykimin e Sadit. E Sadi, pejgamberi alayhi salatu selam i thot Sadit, gjyko ti, do thonë ti e kia të lejen për me gjyku për këto, se ata lipin me u gjyku, se mos s'kan pas rrugë dalje, vetëm janë dorzu. E Sadi i gjykon ata. Qysh i gjykon sipas Teoratit, se burra thotë të mi ekzekutu, mi vra, mi prej, edhe fmit, edhe gratë, edhe pasuria e tyre me i marrë musliman. Edhe pejgamberi alayhi salatu selam thotë, ke gjyku ashtu sikur se ka dashur Allahu xhaleshanu me gjyku për këto jahudit që kanë qenë në këtë vend, që kanë tratu. Edhe normal luftë, dikush nëse traton mbes që ke bën marrëveshje, përfundimi i atyre çon është mbytja, do thonë likvidimi. Edhe normal në këtë rast Sad ibn Muadhi ka gjyku me ligjin e Teoratit, e normal edhe ky ligji, do thonë është, do thonë Allahu xhaleshanu thotë pejgamberi ka dasht, do thonë me gjyku, do thonë çu sikur se ke gjyku ti. Sad ibn Muadhi në këtë rast plagoset. Pas disa ditëve Sadi vetëm se i vjen vdekja, se nga plagoset që i ka pas në këtë luftë, do thonë ato premat, edhe vdes. Kur vdes Sadin, që këto është një histori shumë me rëndësi, ta keni parasysh. Sadin këtë pasi vdes, pejgamberi alayhi salatu selam i shef disa melaçe. Jo disa, shumë melaçe i shef të zbrit nga qielli në tokë. E pejgamberi sa trishtohet dhe apo frikët, edhe shikon të për çka kanë këto melaçet. A mos kanë për me bë dikan azab, apo me shkatru ndaj popull, edhe vrapon ku shkojnë me laçet. Shkon pejgamberi sa fillimisht shkon thotë, shkoj te Ebu Bekri ta shohim, atu vallë mos ka dek Ebu Bekri tash kanë me laçet për të prezantuar xhenozën e tij. Shkojnë te Ebu Bekri dhe Ebu Bekri ka qenë gjallë. Do thonë s'ka pas kohë gjë. Shkon te Omeri, shkon te Uthmani, këtë gjallë.
I kujtohet thot në këtë luftë është plagos Sadi edhe shkon te Sadi. Kur shkon te Sadi vetëm se me laçet Sadi e jep shpirtin edhe me laçet, domethënë zbresin për të prezantuar xhenazën e Sadit. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thot me vdekjen e Sadit është dridh arshi i Allahu xheleshanu duke zbrit kallaballëk me laçe. Allahu akbar. Shikoni me vdekjen e Sadit, domethënë që është plagos te kjo lufta e Hendekut, dridhet me laçe nga dridhet arshi i Allahut nga prezantimi apo nga zbritja me laçeve. E ulemat thonë, a thu vallë Sad ibn Muadhi çfarë vepër ka bo që kanë prezentu me mija me laçe. E thonë ulemat, Sadi shumë vepra ka bo msheftas që nuk i ka ditë kërkosh përpos Allahu xhelleshano. E veprat e mshefta që i ka bo, që i kanë qenë sinceritet me devotshmëri, që i ka ditë vetëm Allahu, që ndoshta njerëzit nuk i ka ditë, që jo ka qenë shkak që kanë prezentu me laçet në xhenazën e tij. Sa vjeçar ka qenë Sadi hoxh? Ka qenë djaliri, do thonë tash me vite nuk më kujtohet, po mbi 30 vite, edhe pse kur ka hyrë në Islam ai ka qenë shumë i pasur. Edhe kur ka dalë nga dunjoja ka dalë si fukara. Do thonë këtë jetën pasurinë e tij e ka dhënë për këtë din, për këtë Islam. E tash kena me shku, do thonë vetëm me po tash nuk është ai Hendeku, mos mendoj dikush që është Hendeku alo, po çati është i thonë edhe janë ndërtu tash 7 xhamia, është një xhami e madhe është ndërtu, i thonë Seba Mesajit, 7 xhamia se kanë qenë aty disa xhamia të vogla. Se një nga xhamiet është ku ka bu dua pejgamberi alayhis salam, edhe shumë raste domethënë që kanë ndodhur aty janë bu pastaj xhamia, edhe tash shteti saudian i ka prish ato xhamiat edhe e ka bu tash një xhami. Domethënë se vendi ku është plagos Sadi, domethënë vendi ku ka bu dua pejgamberi alayhis salam, vendi Omerit domethënë aty ku ka bu dua dhe ai ku janë fal, ku vendi që kanë net musliman, e tash atë vend është bu një xhami e madhe, domethënë e ka ndërtuar domethënë shteti saudian. Ç'kjo ke? Pika shkurta për këtë. Pastaj do të shkojmë te xhamia me 2 kible, atje do të ndalemi dhe do të shpjegojmë domethënë edhe atë pika shkurta, po jashtë autobusit. El Fatiha.